Kërkesës për heqjen nga rendititës të pikës për zgjedhjen e avokatit të popullit. Kush është pro, ju lutem, numëroni votat pro. Vota pro. 28 vota pro. Kush është kundër? 29 vota pro. Kush 30? Si edhe 2. 30 vota pro. Kush është kundër? Shtatë vota kundër. 77 vota kundër. Kërkesa abstenim? Abstenim? Një abstenim? Jo. Një abstenim. Zoti Muçi abstenim. Pra me 77 vota kundër, 30 pro, një abstenim, kërkesa nuk miratohet, mbetet në rendin e ditës projekt vendimi për zgjedhjen e avokatit të popullit. Vjojmë me rendin e ditës interpelancë me Ministrin e Turizmit, Kulturës dhe Sportit, zoti po ketë drejt, lidhur me pyetjen tuaj, zoti Sheaj, ndjes për kolegët e tjerë, lidhur me interpelancën që vjen pas kësaj pike me kryeministrin. Kryeministri ka deleguar ministren e brendshme për të mbajtur interpelancën. Kërkesa juaj e kushtëzuar që nëse nuk paraqitet kryeministri të hiqet nga rendi i ditës, duhet ishte bërë me shkrim nga një kryetar grup parlamentar ose nga 10 deputet, në mënyrë që të kishim mundësi ta hidhnim në vot në seancë. Urdhro. Zoti Sheaj. Po. Tani ju po thoni që duhet ta kisha bërë përpara, po unë nuk e di Më përpara, para 24 orëve tha. 24 orë, para fillimit të seancës ose po nga ta dija unë që ju kishit vendosur që të vinte ministrja. Nuk e thash këtë. Po këtë më thash. Jo, nuk thash vetëm kaq. Po. Thjesht citova rregullore. Në rastin tuaj duhet mbështetur kërkesa për heqjen nga rendi i ditës me 10 firma deputetësh, ose 10 deputet duhet ngrihen në këmbë për të mbështetur kërkesën tuaj. Ngrihen këmbë, hajde. 10 veta ngrihen këmbë, hajde. Faleminderit, shumë faleminderit. Ja u ngritëm 10. Numëroni deputetët. U bëm 10 tani, duket me. Okej, u bëm 10, në rregull, mos u mërzit. Atëherë faleminderit. Atëherë kërkesa për heqjen nga rendi i ditës hidhet në votim, urdhro. Patjetër që do ta votoj, ka të drejtë zoti Sheaj, 10 minuta pro, 10 minuta kundër, 2 diskutime. Kush është pro heqjes nga rendi i ditës, zoti Sheaj? Fjala për ju. Ka gjithmonë një herë të parë, zoti Balla. Ose nëse mbështetet nga 10 deputet. Tani, zoti kryetar, zoti kryetar, mund të ndryni? Ku delegohet interpelanca? Zoti Sheaj, vijoni fjalën. Tani, siç e thash, kërkoj interpelancë, tani mbaroj taulanti. Zoti kryetar. Fjalë ka zoti Sheaj, vijoni fjalën. Kërkova interpelancë me kryeministrin dhe jo me ministrin e brendshme. Nuk është parashikuar as gjikundi. Në rregullore, më gjeni ku është, gjejnenin, më thuajnë e cilin janë shkruar në rregullore që kryeministri mund të shmangi interpelancën. Tani,
unë e kuptoj shqetësimin e Taulantit, e kuptoj shumë. Tani, me qëtësi. Me qëtësi. Tani, kërkova... Tani, unë e kuptoj shqetësimin, realisht e kuptoj shqetësimin. Sepse në fakt, fati këtij vendi dhe kryeministri nuk është më i përqendruar në çfarë ndodh në kuvend, sepse fati këtij vendi nuk po vendoset këtu në këtë kuvend, po vendoset diku tjetër. Dhe kryeministri i Shqipërisë ka halle më të mëdha për të zgjidhur tani, se të dali në një interpelancë për një çështje që ka të bëjë me jetën e përditshme të qytetarëve shqiptar. Kryeministri ka hallin e Belinda Ballukut. Është hall i madh. Është hall i jashtëzakonshëm. Imagjinoni sot Edi Rama ishte në një event me paturpsinë më të madhe, çmenduri. Ka dalë në 30 dhjetorin e prokurimeve publike, e agjencisë të prokurimeve publike, dhe po mburej për arritjet e Shqipërisë, e kësaj qeverie në luftën kundër korrupsionit. Çmenduri. Tani problemi është që Edi Rama dhe kjo maggiorancë kanë humbur moralin, kanë humbur fabulën, nuk kanë më një fabull, janë bërë të pabesueshëm. Imagjinoni, ora kanë dalë përgjimet. I keni dëgjuar apo se keni dëgjuar përgjimet? Kanë dalë përgjimet ku Belinda Balluku, bartësja e Edi Ramës, si fillim anullon një tender, se kështu kam një ndjesi, thot. Pastaj del që mbyll një kontrat me një kompani turke, është përgjimi ku mbyllin kontratën para se të rjapet tenderi. Dhe pastaj përgjimi i fundit, ku Belinda Balluku shpall fituesin. Pikërisht atë kompani me të cilën thuhet në përgjime që kanë pranuar kushtet e kontratës. Belinda Balluku ka diskutuar kushtet e kontratës me një kompani e cila nuk ishte akoma nuk ishte futur në tender. Totalisht jashtë kërkesës. Jeni totalisht jashtë. Tani unë kuptoj që kjo është falje, por të lutem respekto rregulloren dhe respekto kolegët që po presin këtu të trajtojnë rendin e ditës. Ju lutem flisni lidhur me interpelancën. Jepni argumentat tuaj pse duhet të hiqet nga rendi i ditës. Po flas, zoti kryetar, për këtë po flas, e kuptoj që u shqetëson. E kuptoj që ky është thelbi dhe për sa kohë ne këtu vazhdojmë. Dhe flasim për gjithçka. Vetëm, shiko, unë në radhë të parë duhet të respektoj qytetarët shqiptar. E para, votuesit shqiptar. Këta duhet të respektoj. Dhe mënyra se si unë i respektoj, zoti kryetar, është duke folur për vjedhjet tuaja, për mënyrën se si ju merrni parat, nga onkologjiku, nga arsimi, nga spitalet, nga fermerët, dhe i fusni në xhepat tuaj. Ky është respekti. Kështu e tregoj unë respektin për qytetarët shqiptar dhe për votuesit shqiptar. Dhe jo duke u marrë me broçkulla, duke u ardhur pas avazit juve, jo e odhe firmën, jo se odhe firmën. Duhet të flasim për thelbin, 50 milion euro me një SMS, janë vjedhur 50 milion euro me një SMS, zoti kryetar. 120 milion euro të bankersit, zoti kryetar. Nëse do ishin marrë, nëse do ishin vjel, do ishin dyfishuar pensionet. Rritja e pensioneve do ishte dyfishuar. Nuk do ishin 100 më shumë, por 200 milion euro. 120 milion euro. Për këtë duhet të flasim, zoti kryetar. Duhet të flasim për faktin se si kjo qeveri... Do flasësh për rendin e ditës, nuk e vendos ti për çfarë flet. Do flasësh, do respektosh rendin e ditës dhe rregulloren. Ti mund të kesh në mendje shumë teza, shumë mund të jesh dhe prokuror dhe gjyqtar dhe shpallësh dënime, mund të jesh dhe ekzekutor, nuk e di, po jo në këtë sallë. Po dhe ju mund të jeni, dhe ju avokatin e Belinda Balluku, juve mund ta ktheni rolin tuaj, rregullores, për ndryshe nuk mund të flasësh dot. Ju mund ta ktheni rolin tuaj si drejtues të kuvendit në avokatin e Belinda Ballukut dhe të Edi Ramës. Por kjo nuk ju nderon.
Ju nuk jeni këtu për të gjykuar se çfarë them unë. Ju jeni këtu që të respektohet rregulloria. Dhe jo të gjykoni se çfarë. Shumë faleminderit, mos e ngri zërin. Me mua mos e ngri zërin edhe kujdes fjalët që përdor, sepse askush nuk ta ka borx të tregosh me gisht. Nuk ke asnjë lloj të drejte, as morale, as ligjore të tregosh me gisht. Dakord? Dhe po, patjetër që unë jam përgjegjës edhe për çfarë flet kur flet jashtë rregullores. Kaq. Vijojmë, ka mendim kundër apo të vijojmë? S'ka mendim kundër, vijojmë me hedhje në vot. Hedhje në vot kush është pro kërkesës të zotit Sheaj të mbështetur nga 10, më shumë se 10 deputet për ta shtyr. Ju lutem, ka mundësi ta mbaroj fjalën zoti Balla? Ju lutem. Atë po bëj. Pro kundër nuk pranoj njëri të flas. Kundër, okay, zoti Balla kundër. Më thatë s'ka nevojë të flasim kundër. O zoti kryetar, unë